dalin kanë më djerësit bajegi fort. Po, kur po thu te nëse dalin kanë më djerësit, shkurt, më përgjigj. Albin Kurti është taku në herë me ta, kryeministri Kurti. Unë jam në diuni, aq sa jam, dhe sa unë kam informata, besoj që kam këgja shumë, Albin Kurti kur as nuk u dëgju me te, e as nuk u pa me te. Bashkëpunëtor të Albin Kurtit, do të me vetë bashkëpunëtor të Albin Kurtit. Ka fakit jam pa në ta, për në i salat. A janë pa, apo a janë dëgjuar me te. Edhe është e vërtet që bashkëpunëtorët e Kurtit kanë pas komunikim me te. Po për disa gazetarë që përthojnë, për shembull kanë hub, kanë marrë pushem për çet arsyeja, a mund ndodh, a mund me qenë kjo arsyeja? Ja, nuk e di për atë. Nuk e di se... Tash nëse ke pas biznes me ta, burr detyrimisht duhesh më zhduk prej skenës. Qoftë politike apo mediatike. S'le boble burr, edhe ti më tash. Ai ka jetu në Kosovë, domthon ka pas biznise të ndryshme. Shkurt Fatmir, çfarë shtëpia e kanë bërë serb ta shqiptarët me biznes? Jo, a ka pas biznes më shumë të na atje? A ka bërë të na biznes? Këto që i ka të na janë rëmojsa, që i thënë qashkalica, që ka kojnë Serbi krejt. Po, për me marë miratimin ose lejen për qatë shtëpi, ose për këtu, dhe më thonë, dikush Kosovi ka një mu burë. Po, është e pa mundshme me bo gjithat pasuri pa ndihmën e dikujt. Janë kontenderet ndryshme. Dëgjo, ajka ka pas në bikëshyrin absolute... Të veriut. Jo veç veriut, në krejt komunat me shumit sërbe. Dhe ka pas komunikime dhe ka pas firmat e tina kanë gjenerue shumë jetë materiale prej tendereve të ndryshme në qeverinë e Republikës Kosovës. Qka do të ndodhë me fatin e ti, si pas të një me dhomë kështu një? Pra sy se, tha Nikola Sandullavici një më por, tha, ajo shef edhe i Vučićit, se vloj ti, tha, vloj i Vučićit punon në kompaninë e Radojčićit. Ai nuk është në Kosovë, ai Vučići tha nuk e dërzoj në Kosovë. Unë besoj që janë dy arsye pse e thot Vučić. E para është që po të dërzoja ai në Kosovë te organet tona. Jam këgja i bindun që do ta merrte statusin e dëshmitarit të mbrojtën dhe mund të na tregonte komplet për Vučićin edhe për gjithat bomat e tina. Do më thënë ja kish lekun karrikën edhe Vučićit, se kështu tha edhe Sandullavici. Ai kam jalkun edhe pe Beogradi, nuk është veç këtu. Po unë po besoj arsyeja. Sandullavici tha nëse bjen në dorë të policisë të Kosovës Radojčići, tha Vučići ka shans që të bjen nga posti i presidentit. Dëgjoj, njerëzit e tillë me pedigre kriminale, me pedigre terroriste, me forma tilla, fundin e kanë gjithmonë e kanë pas dhe e kanë të tmerrshëm. Po, a punon vllavi Vučićit për kompaninë e tij? A ka punu jo, pak? Jo, more, vllai Vučićit s'ka nevojë me punu për kompaninë e tij, po ai është në lojë me ta. Sigurt. Edhe me to, edhe me Veselinovićin, edhe me të tjerë. Fatmir, shkurtimisht kur jemi këtu dishta mund ndërlidh, a është sipas disa informacione flitet që Kfuri para se me u tërheq ata terroristët ose para se me fillu aksioni policor ndaj policisë të Kosovës dhe terroristëve, në fjalë, Kfuri ka bisedu me ta. Pse bash dillën ndodhi, pse bash manaster? A është e vërtetë që Kfuri ka bisedu me ta paraprakisht? Bazë të disa analizave që kemi bërë ne, e bashku edhe me aleat ndërkombëtar, nuk u zgjedh rastisht e dielja dhe nuk u zgjedh rastisht manastiri. Pra, këtu ka pas qëllim që ne, kur të ndërmarrëm aksionin, ta vrojmë ndaj prift. Apo ndaj pelegrinat të gjikave. Ndonjë pelegrin mrena dhe të na mveshet që ne jemi kundër, domthon të na futet edhe si luftë fetare, luftë kundër kishës ortodokse. Sepse pse u zgjedh manastiri? Për çka? Pse dillën? Ku ka mish? Jo, pse u zgjedh manastiri? Le dillën, se dilla nuk është me rëndësi, po pse manastiri? Kjo është e para. E dyta, e dielja sepse kryesisht ata kanë pas informata që dita e diel policia e Kosovës nuk është aq intenzive në atë pjesë dhe e kanë ma let me kriju atë veprimin e vet dhe atë planin e vet që kanë pas me krye. Ne si shqiptar duhet të falenderohem dhe
rahmet i pas shpirti, ati dëshmorit kombit, e gjaku i ti u bof shahid, policit Bunjaku. Sepse unë kam shumë pikpyetjet e mia, po mos ndodhte vrasja çka kish me ndodh. Çka kish me Po ndodh? mos të vrashin terroristat. Çka kish ndodh, po mos të kishin? Plani i tyre ka qenë i tmerrshëm. Ju keni pas çfarë armatimi kanë pas ata. Dhe keni pa me çfarë pajisjesh janë konë veshën. Ata janë konë me pajisjet veshna edhe të njësive tona policore. Fit. Të fitit. Po. Kanë qenë me të këforit. Kanë qenë me automjete të blinduara ku shkruan këfor. Domthon vizioni i planit ka qenë shumë i rrezikshëm. Por si duket nga ajo që unë e di, diku ka hora 2 e mëngjesit, e ka thirrë policinë e Kosovës, duke i po ato 2 automjete që i kanë vendosë para manastirit, para se të shkësh jekon 100 metra dhe aty, dhe ju ka pengue për me kalu asaj qytetarët. Dhe thuhet që ai qytetar është sërb që ka informuar, që i ka thirrë policinë e Kosovës, edhe i thotë që po na e pengon dikush rrugën. Dhe kështu ka ardhur informata deri te rreshteri Bunjaku. Dhe ai shkon aty dhe në momentin kur ai është shef që këte po e thëm nga të dëgjuarat që i këm pas edhe me sërb lokal në të atësoj pjesë, dhe ai kur shkon të ato 2 automjete, aty ka qenë një pajisje eksplozive në mes tyne, dhe këta sërbt terrorista të cilët kanë qenë duke shikuar këtë ngjarje, si duket me telekomand e kanë dhez eksploziven dhe aty humb jetën dëshmori i kombit tonë. Pastaj, ky moment e ndryshon totalisht rrjedhën, sepse njësit speciale të Republikës tonë, Policia Kosovës, natyrisht që keni të drejtë kur thoni që këfori ka pas komunikim. Me terroristët, para se me fillu aksioni. Si duket, dikush prej këforit ka hy në manastir, sepse të gjitha ata aty që kanë qenë peng të terroristave, ata sërb të pelegrin të Qapodiun. Dhe arsyeja pse këfori nuk ka marrë pjesë është sepse kryeministri Kurti ka vendosur që Policia e Kosovës ta kryen operacionin. Dhe më thonë Kurti nuk i ka dëgjuar askënd, po ka dish me ndërmarrje. Ja, ka pas komunikim mes këforit, Euleksit dhe kryeministrit, por është vendimi kryeministrit që thëtë ne do ta bëjmë operacionin. Ne kem drejt me kërku nga këfori ndihmë, edhe sigurisht që edhe kryeministri edhe secili ju ka thonë që nëse na nevojitet ndihma ju thrasëm, por njësitë policore të policisë të Republikës Kosovës janë më të mirat në botë. Ai ke pa kur ti këshirsh kështu, nuk dokën si shqiptar, po si amerikan. Vërtet është kjo. Dhe ata kanë kryer operacionin në mënyrën shembullore. Prandaj po e them bishtin në rkom edhe kanë ikë ata. Që këtu pe ati momenti çka ka ndodhur, çysh kanë ikë, dëgjoj se ministri Sveshla e thotë janë 9